është verifiku në sistemin e policisë? Po, është verifiku dhe nuk ka figuru që është i konfiskuar për të. Po, në ndërkohë, kur e kanë pas stacioni policor në Pej, ka figuru që ka qenë i konfiskuar dhe realisht disa ditë pas ai është ndalu prej policisë edhe policia e kanë pa që e ka të konfiskuar, po në ndërkohë e kanë pa dhe raportin që e keni lëshu ju në stacionin policor në Deçan për humbjen e dokumentave. Unë di që ai rast të drejtuar në Pej është edhe në prokurori mirë, po nuk kam informuar ma tutje që ka ndodhur, po e di që ai rast është të drejtuar në stacion policor në Pej. Po, a e keni të njëjtin sistem si stacioni policor në Deçan, si stacioni policor në Pej edhe në Krejt Kosovë është i njëjti. E pse atëherë në një stacion figuron që është i konfiskuar, ndërsa tek jo nuk figuron që është i konfiskuar? Nuk e di aty për në stacionin tjetër pse figuron, e të në pse nuk është dikush manelt atje, po dhe pse nuk po e besoj që figuron, po pavarësisht. Selvidon Zhubaj thot se aktualisht ka marrë patent shofer të ri, ndonë se kishte masë mbrojtëse deri në vitin 2036. Për të gjithë dyshimet rreth trajtimit të këtij rasti dhe heqjen e masës mbrojtëse, Betimi për Drejtësi ka kërkuar informata dhe intervistë nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Pej. Intervistë u kërkua me komandantin e stacionit të policisë në Deçan, gjatë asaj kohe Faekja Amurataj që tani mban pozitën e komandantit në Pej, e përmes të cilit kaloi për verifikim raporti për humbje të dokumenteve, por ai nuk pranoi të prononcohet. Në anën tjetër, në përgjigje me shkrim, shkurtimisht treguan se Zhubaj në kohën e aplikimit për humbje të patent shoferit nuk ka pasur masë mbrojtëse. Ndonse disa ditë pas, kur ishte ndaluar nga policia patrulluese, ishte konstatuar se patenta e tij është konfiskuar dhe me masë mbrojtëse deri në vitin 2036.